Kam sjellë recetën e turshisë verore me tranguj apo me kastraveca, në një përgatitje shumë të shpejtë e cila bëhet gati për konsumim vetëm se për 2 ditë. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Fillimisht marrim tranguj apo kastraveca mëdhej. Unë i kam të freskët, patjetër duhet të jenë të fortë, nuk guxon që të jenë të butë. Po nëse keni nga baçja, turshia do del dhe më e mirë. Merrni kastravecat në fillim dhe i vendosni në një të madhe, në të shtoni ujë dhe ja shtoni një lugë gjelle me soda bikarbona, i lini të qëndroni për 20 minuta dhe më pas i mirni dhe i shpërlani me ujë për disa herë. I kam shpërlar, i kam lënë që të kullohen dhe i kam pastru, ja kam largu ujin me një pecetë kuzhine. Tash marr dhe në fillim ju largoj kështu ansorët kastravecave dhe i pres në feta jo të holla, në feta trasha, diku rreth 1 cm. Ju mund të merrni aq sa keni nevojë, unë këtu kam diku rreth 1 kg e 800 gram, kurse ju mund të merrni aq sa keni nevojë dhe i prejmë kështu në copsa më të mëdha. Kastravecave nuk duhet që t'ju largohet lëvorja, kështu me lëvore turshia do del shumë e mirë, edhe pse gjatë gjithë verës keni kastraveca turshi të freskëta, me siguri ndonjëherë do na merr malli për turshi dhe kjo është një recetë shumë e thjeshtë, e lehtë dhe kjo turshi bëhet gati për 2 ditë, një turshi shumë e shijshme, e shëndetshme, pa konservues. Kastravecat i vendosim direkt nëpër kavanosa. Kavanosat i kam larë mirë dhe i kam sterilizuar në furrë të nxehtë 150 gradë për 15 minuta dhe i kaloj kështu pasi të bëj coptimin. Në mënyrën e njëjtë vazhdoj tutje me coptimin e gjithë kastravecave, në fillim duke ja larguar ansorët dhe më pas duke i coptuar kështu në feta të trasha. Në mënyrën e njëjtë bëjmë mbushjen dhe të kavanosit tjetër. I mbushi pothuaj deri në gryq, vetëm pak lajm hapësinë, ka t'ja hedhim ujin, sheqerin dhe kripën. Kam mbushur të 2 kavanosat pothuaj deri në gryq, tash i shtoj krip. Pasi kavanosat janë 1 litër e gjysmë, unë do i shtoj krip dikon rreth 2 lugë gjelle të mbushura plot. Krip të trash duhet t'i hedhin kësaj turshie, pasi është turshi me kastraveca më të mëdha, kurse te kastravecat e vegjël kur ta përgatisim me të vegjël, mund krip të hollë t'i hedhim. Tash ja shtojmë sheqerin. Sheqer gjithashtu do i shtoj 2 lugë gjelle. Sheqeri ndihmon në konservimin e turshisë. Shtojna leta dafine. Mund që edhe mos t'i shtoni, mirëpo unë do i shtoj sepse ja japin një shije të mirë. Biber të zi në topë, dhe biberin e zi, letat e dafinës dhe hudhrat mund që mos t'ja shtoni. Unë ja shtoj sipas qejfit, pasi më pëlqejnë me hudhra. Zakonisht përgatitet pa hudhra, mirëpo mua më pëlqen. Dhe në fund ja shtojna uthullën, një turshi shumë e shijshme, e cila përgatitet pa konservues. Ja shtojmë uthullën, për 1 kavanos nevojitet 1 filxhan e gjysmë me uthull të bardhë, uthull ushqimore, uthull 9%. Në grykën e secilit kavanos vendosim nga 1 mbajtse
E kur t'ja shtojmë tash ujin, kastravecat të qëndrojnë në lëng. Kam vendosur të dy mbajtët në të dy kavanosat, tash kavanosat i mbushi me ujë val të nxehtë. I mbushni pothuaj deri në gry, leni vetëm se pak hapësirë ka të bëni mbylljen. Uji i nxehtë ndihmon në vakumimin e kavanosave. Shtojmë dhe te kavanosi tjetër. Tash kavanosat i mbyllim me kapak. Kapak duhet të jenë të ri. 3 herë sjellim kapakun nga ana e kundër dhe 1 herë nga ana nga përputhen vizat. Kështu me një pecetë kuzhine kapim kavanosin që mos digjemi. Shtrëngojmë shumë fort. Në mënyrën e njëjtë veproj dhe me kavanosin tjetër. Tash i marrim dhe i kthejmë kështu me kokë te poshtë. Mirë po e tundi pak para se ta vendosim me kokë te poshtë. Në mënyrën e njëjtë veproj dhe me kavanosin tjetër, që më letë të tretet sheqeri dhe kripa dhe uthlla të depërtoj në përtër kavanosin. Tash kavanosat i lajmë kështu për 2 ditë në ambient dhomë, do i lajmë në kuzhinë që të fermentohet turshia dhe do jetë gati për konsumim pas 2 dite. Pas 2 dite, turshia është gati për konsumim, është vakumu mjaftueshëm, mund ta vendosni në frigorifer dhe ta konsumoni për gjatë gjithë verën, nuk do prishet. Të hapi njërën dhe ta shihni se si ka dalë brendësia. Kështu me anë të një thike t'ja largoj vakumin, më letë bët hapja. Ja largojmë dhe mbajtën. Ka një aromë shumë të mirë. T'i kaloj disa në pjatë dhe të shihni se si kanë dalë, si që vëreni kanë fillu që të marrin një ngjyrë më kreme, kastravecat apo trongujt, dhe uji ka fillu që të rrumullohet. Ja si duken, janë të buta pak, një po jo plotësisht. Kavanosin e hapur e kthejmë në frigorifer. Siç e ceka mund t'i konsumojnë gjatë gjithë verës, kështu në frigorifer. Besoj si u ka pëlqyer motra dashura, se si unë përgatis kastraveca turshi, një turshi verore, pa konservues, e cila është gati për 2 ditë. Gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë. Ju falinderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.